Po për sa i përket vajzave, shumica vinë me idenë vetëm për ta bërë si sport apo dhe për tu vetë mbrojtur dhe nga ngacmimet apo sulmet që mund të ndodhin në rrugë? Nga të gjitha rastet, të themi vërtetën. Ka raste që unë kam disa goca që trajnoj në palestër, edhe janë raste të ndryshme, domethënë, që mund të jenë ngacmime në rrugë, mund të jenë bullizime në shkollë, mund të jenë depression. Femrat janë qenie shumë më emocionale se sa meshkujt edhe mendoj se e kanë akoma më të nevojshme se sa meshkujt të shkarkojnë ato energjitë negative në një sport. Unë do e këshilloja këtë sepse kjo me të vërtetë të ndihmon mentalisht. Por që për mendimin tim është shumë më nevojshme të dihet një femër të vetë mbrojtë se sa një mashkull. Sepse është mandatori që të dihet të mbrojë veten në një situatë të panjohur. Minimumi që të bën si sport është që të bën të reagosh. Domethënë, shumicën në përgjithësi gocat kanë probleme qoftë edhe në makinë nëse ndodh një problem në rrugë kanë tendencë të shtangin ndaj një situate. Ky si sport të bën të reagosh. Nuk ja uroj kërkujt, shpresoj mos i ndodhi kujt. Kur për si sport të bën që ti të reagosh, që do problematike të bën të reagosh, atë ikësh, atë reagosh në moment apo të kthehesh, domethënë e gjen një zgjidhje të problematikës, nuk është se thjesht shtang. Pasur raste të vajzave që janë mbrojtur këtu tek palestra juaj? Tani nuk është një rast për ta përmendur, të them vërtetën, por një gocë rreth 13-14 vjeçare. Unë nuk e di objektivin sepse ajo ka nisur sportin, por te klasa e saj ishin diku te 3-4 moshatarët e saj të cilën e ngacmonin, është një vajzë shumë simpatike e vogël. Edhe ajo kishte vazhduar enka sportin thjesht për të mbrojtur nga këta 4 element. Edhe por nuk e kishte folur gjën me mua në fillim, thjesht një ditë pas 6 muaj që unë e servis atë vjet, më thotë profesor, dëgjoj, Rafa 4 çuna të shkolla, dhe unë që ngeca, sepse thash tani mendoj se po i tregoj mos po i jap drejtimin e gabuar gocës. Edhe e interesova pak më tepër çka ka ndodhur, si ka ndodhur dhe ma shpjegoj që kam rreth 2 vite që unë vuaj nga me kanë fund në gjendje shumë të keqe mentale sepse më ngacmojnë, luajnë me duar njëra tjetër dhe mezi prita që unë t'ju kthehem atyre. Edhe i rahat te 4, 3 apo 4 mos gabojmë, po 3 është i sigurt, i rahat te shkolla dhe tani ndihem shumë më mirë, ndihem më konfidente, ndihem më gjitha. Ka një ran u stepa sepse e din fillova thash me vete mos po i jap drejtimin e gabuar, mos po i mësoj në drejtimin e gabuar, por nga ana tjetër mu bë dhe, do të thënë, unë ndjeva mu bë shumë qefi sepse kuptova që ajo puna që unë po bëj një person e ndihmon praktikisht, sepse ajo kishte kohë që mbante me veten e saj si problematike, din.